Dashi. Sot sfidat me jetën tuaj priten me ndryshime të papritura, ndaj duhet të jeni shumë të kujdesshëm në çdo vendim që merrni. Nëse jeni në një marrëdhënie, zemra mund të flasë ndërkohë që mendja juaj mbetet e paqartë, duke sjellë emocione të thella. Nëse jeni të vetmuar, këshillat e miqve do t'ju ndihmojnë të shmangni gabimet, sepse ata dëshirojnë të mirën tuaj. Në punë, pas disa sfidave, do të arrini të përfundoni detyrat me sukses. Sektori financiar do të stabilizohet gradualisht, por duhet të kontrolloni çdo shpenzim me kujdes të veçantë. Planifikoni me vëmendje, sepse çdo zgjedhje mund të ndikojë në të ardhmen tuaj. Demi. Sot, përpjekjet tuaja do të përballen me sfida të ndryshme, dhe planetet nuk do mund të mbajnë ekuilibrin në çdo fushë, duke shkaktuar tension në çdo hap. Mund të ndjeni se të dashuruarit ju therasin të kujtojnë gabimet e së kaluarës, duke ngrohur atmosferën me emocione të nxehta. Nëse ndjeni të vetmuar, do të vazhdoni të mbeteni vetëm, pa asnjë shoqëri të vlefshme. Në zyrë, do të mos doni të ndërmerrni shumë ndryshime, por forcimi i rrethanave do t'ju detyrojë të bëni reforma të papritura. Për sa i përket financave, sot është dita ideale për të organizuar të ardhurat në përpikëri, pasi çdo veprim i nxituar do të rezultojë me vonesa të panevojshme. Mos nxituar, gjithçka shkon mirë si planuar. Binjakët. Sot do të ndjeni më realist se kur, duke kuptuar me qartësi gabimet e kaluara. Nëse jeni në një marrëdhënie, nga mesdita gjërat do të fillojnë të përmirësohen me ritëm të shpejtë, duke sjellë harmoni të re. Mund të planifikoni surpriza të vogla, si për shembull të gatuani pjatat e preferuara për njëri tjetrin, duke forcuar lidhjen tuaj. Për ju që jeni të vetmuar, është koha për të nisur atë lidhje ëndërrash që keni dëshiruar. Në zyrë, riorganizimi i projektit të nisur do të jetë domosdoshmëri, por mos zbuloni se t'i tregoni e prorëve pa siguri. Në financa, ruajtja e kontrollit do t'ju sjellë qetësi. Gaforja. Me durim të thellë dhe qetësi të vërtetë, sot mund të arrini çdo sfidë që ju del përpara. Duke qenë se ndikimi i planetëve në jetën tuaj në çift është i ulët, do të jetë në dorën tuaj ta menaxhoni marrëdhënien me kujdes. Bashkë me partnerin, zbuloni harmoni duke menduar për të mirën e përbashkët, jo vetëm për veten. Për ju që jeni të vetmuar, këshillat e miqve janë qetësi për sukses. Në ambientin profesional, mundësitë do t'ju ofrohen me fat, me disa propozime të papritura por të rrejse. Në financa, kontrolli i rregullt i shpenzimeve do t'ju sjellë stabilitet, duke ju bërë të ndjeni më të sigurt në të ardhmen. Siguria juaj do rritet vazhdimisht. Luani. Sot, kërkimi për ekuilibër në çdo fushë do t'ju sjellë rezultate të mrekullueshëm, falëndritjes së diellit. Nuk do të ndjeni më pasiv, por do të zgjoheni me energji të re dhe vendosmëri të panëkundur. Nëse jeni në një marrëdhënie, do t'i dërgoni mesazhe ngrohta partnerit, duke pritur një propozim që do t'ju çojë në emocion të ri. Pasditja dhe mbrëmja do të sjellin momente të begata. Për të vetmit, do të hapen dyrë mundësive për një lidhje të re. Në punë, mbroheni kundër sfidave dhe punoni për të arritur objektivat. Shpenzimet duhet të kontrollohen për të shmangur problemet. Besoni në suksesin tuaj. Virgjëresha. Sot, çdo gjë do t'ju ndjehet me nervozizëm të thellë dhe humori juaj do të mungojë krejt. Nëse jeni në një marrëdhënie, ndikimi i Neptunit do t'ju ndihmojë në çdo situatë, duke përmirësuar komunikimin tuaj. Megjithatë, do të ndiheni shumë xheloz dhe të pasigurt, dhe në mbrëmje, pendimi do të vijë pas fjalëve të ashpra. Për beqarët, do të merrni ftesa të shumta, duke reflektuar stilin tuaj unik. Mos u tregoni shumë mendje mëdhenj, por filloni të mendoni seriozisht për zgjedhjet që do të bëni. Në punë, reagimet tuaja me nervozizëm dhe inat mund të pengojnë suksesin. Ndryshoni sjelljen për të shmangur humbje të mëdha. Në financa, mos ndërmerrni rreziqe të mëdha. Ruajeni besimin. Peshorja. Sot dita do të jetë e paqëndrueshme, duke sjellë sfida të ndryshme në çdo moment. Nëse jeni në një marrëdhënie, do të përjetoni momente të përzierë që kërkojnë përpjekje për të mbajtur besnik ndaj partnerit, pasi disa figura simpatike mund t'ju shpërfishin me argëtim. Për ju që jeni të vetmuar, mendoni 2 herë para se të hidhni hapa, sepse jo çdo person është ashtu si duken. Në punë, edhe pse vendimet e nxituara mund të mos sjellin probleme, çështjet do të zgjidhen ngadalë. Gjendja financiare do të përmirësohet gradualisht, duke ju dhënë mundësinë për investime të reja. Planifikoni çdo hap me kujdes, sepse strategjia e mirë do t'ju udhëheqë drejt suksesit të qëndrueshëm. Akrepi. Dielli sot do t'ju ngrohë zemrën dhe do të ndriçojë rrugën tuaj. Shumë pendesa do të zhduken shpejt, sikurse me magji. Për ata që janë në
Dashuri do të ndodhin çaste interesante që do t'ju bëjnë të qeshni dhe të lumturoheni pa më dyshje. Të vetmit do të kenë një ditë të bukur, plot takime të vlefshme që mund të transformojnë jetën e tyre. Nëse puna nuk ju jep kënaqësi dhe ndjeni të pakënaqur, kërkoni alternativa pa frikë nga sfidat. Financat do të mbahen nën kontroll, pasi do të menaxhoni çdo shpenzim me përpikëri të madhe. Planifikoni çdo detaj me kujdes, sepse një strategji e mirë do t'ju udhëheqë drejt suksesit. Shigjetari, sot do të jeni më entuziast dhe të logjikshëm, duke bërë që çdo gjë të ecë më lehtë. Nëse jeni në një marrëdhënie, do t'ju duket se problemet e hershme fillojnë të zgjidhen, duke sjellë një ndjesë pozitiviteti. Partneri do të bëjë çmos që të ndjeni mbire, duke ju dhënë mbështetje të përhershme. Për ju që jeni të vetmuar, dëgjoni intuitën tuaj, sepse ajo do t'ju çojë drejt rrugës së duhur. Gjithashtu, mund të pranoni mesazhe ngrohta dashurie nga të afërmit. Në punë do të punoni me ambicie dhe përqendrim, ndërsa financat do të mbështesin përpjekjet tuaja. Suksesi është në duart tuaj. Britsjapi. Sot humori juaj mund të jetë i vogël dhe ndonjëherë do të hasni probleme të vogla që do t'ju shqetësojnë. Nëse jeni në një marrëdhënie, mund të kërkoni kërkesa të pamundura dhe të mos keni durim të mjaftueshëm për të marrë me shpjegime të qarta nga partneri. Marrëdhënia midis jush mund të hasë pengesa dhe gjërat nuk do të ecin ashtu si pritet. Për ju që jeni të vetmuar, do të dërgoni mesazhe të shumta dhe disa situata mund të fillojnë të ndryshojnë gradualisht. Në punë, me përpjekje të vazhdueshme do të arrini të përmbushni të gjitha objektivat tuaja, ndërsa financat do të përmirësohen nëse ruani disiplinën në shpenzime. Besoni se suksesin do të arrini me durim. Ujori. Sot do të jeni praktik dhe do të trajtoni çdo situatë me lehtësi të madhe. Nëse jeni në një marrëdhënie, nuk do të përjetoni asnjë konflikt të rëndësishëm, pasi do të merrni këshilla të dobishme nga partneri. Marrëdhënia juaj do të forcohet dhe do të ndani momente të paharrueshme së bashku. Për ju që jeni të vetmuar, do të kuptoni se personi i afruar së fundmi nuk i përshtatet dhe vendosni të largoheni. Në punë, sfidat do të hasen, por do t'i kapërceni me sukses. Financat do të përmirësohen nëse ruani disiplinë të plotë në çdo shpenzim. Planifikoni çdo vendim me kujdes, sepse strategjia e mirë do t'ju udhëheqë drejt suksesit të qëndrueshëm. Peshqit. Sot, mendimet tuaja do të jenë shumë të thella dhe do të ndërmerrni hapa vetëm kur të jeni plotësisht të bindur. Nëse jeni në një marrëdhënie, flisni hapur me partnerin tuaj dhe ndani shqetësimet që ndjeni në zemër, sepse mosshprehja mund t'ju kushtojë më vonë. Për beqarët, një takim interesant nga familjarët mund të sjellë ndjesi të reja. Në zyrë do të përballeni me xhelozi dhe intrigat e kolegëve, por aprorët do t'ju vlerësojnë për përpjekjet tuaja të sinqerta. Në financa, ndiqni procedurat me rregullsi, duke siguruar një gjendje të qëndrueshme. Planifikoni me kujdes, sepse çdo hap ka rëndësi të madhe.